Bordi i Transparencës ka mbajtur këtë të mërkurë më 29 prill mbledhjen e radhës. Bordi ka miratuar çmimet e reja tavan për tregtimin e nënprodukteve të naftës, të cilat hynë në fuqi sot në orën 11:30. Vendimi reflekton zhvillimet aktuale në tregjet ndërkombëtare dhe luhatit e kursit të këmbimit, çka sjell një ulje të lehtë çmimeve për konsumatorët. Sipas përcaktimeve të reja, gazoili i standardit SSN 590 do të tregtohet me një çmim maksimal prej 203 lek për litër në pakicë dhe 191 lek për litër në shumicë, duke shënuar kështu një rënje prej 3 lekësh për litër. Ndërkohë, për benzinën çmimi tavan është vendosur në 180 lek për litër në pakicë dhe 168 lek për litër në shumicë. Autoritetet bëjnë me dije se këto çmime do të mbeten në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të rivlerësohen në varësi të situatës në treg. Operatorët e tregtimit, si në pakicë, ashtu edhe në shumicë, janë të detyruar të zbatojnë vendimin, ndërsa shkelje do të shoqërohen me masa të forta, përfshirë edhe pezullimin e aktivitetit. Në sqarimin zyrtar, theksohet gjithashtu se në bazë të aktit normativ numër 1 datë 3 prill 2026, niveli i akcizës mbetet i pandryshuar në 100%, pasi çmimet aktuale janë pragjet e përcaktuara prej 220 lek për litër për gazoilin dhe 200 lek për litër për benzinën. Institucionet përgjegjëse deklarojnë se do të vijojnë monitorimin e tregut me qëllim mbrojtjen e konsumatorëve dhe garantimin e konkurrencës së ndershme në sektorin e karburanteve.